Në ditën e mësuesit, Gjensila Kokoshi, një mësuese ndihmëse me 10 vite përvojë, ka ndarë emocionet dhe përkushtimin e saj në këtë profesion fisnik. Aktualisht ajo jep kontributin e saj në shkollën e mesme të bashkuar Isuf Dalipi në Mollaj, ku çdo ditë punon me dashuri dhe përkushtim për të ndihmuar nxënësit me aftësi ndryshe. Ti je mësuese ndihmëse sot në shkollat publike, është sa sfidë aq edhe kënaqësi. Sfidë sepse ka vështirësitë e veta për shkak të mjedisit, gjithëpërfshirjes, integrimit, mundësive në infrastrukturë, por dhe kënaqësi sepse rezultatet e fëmijës, kënaqësia që merr fëmia na jep gjithmonë kënaqësi dhe çdo ditë edhe më shumë. Kjo ditë e shënuar ka qenë mjaft emocionuese për të, pasi nxënësit i kanë shprehur mirënjohjen dhe dashurinë e tyre me urime dhe fjalë të sinqerta. Sot kam marrë shumë dashuri, shumë emocione, një ditë e bukur, një ditë e veçantë që do mbetet në kujtesën time përgjatë. Është një mësuese shumë e mirë nga që na bën aktivitete fizike si punë e fizkulturës ose të merremi me vizatime na përkrah për punën që bën. Mësuese Gjenia është shumë e mirë dhe ajo kujdeset shumë për neve, si për ne dhe për Lucianën, dhe ne e duam shumë dhe ajo e falenderojmë për gjithçka që bën për ne. Për mësuesit e rinj, Gjensila ka një mesazh të rëndësishëm. Mësuesve të rinj do ju thoja që sfidat kalojnë nëse punon dhe i përkushtohesh dhe i do një punë dhe bën me pasion. Puna dhe përkushtimi i Gjensila Kokoshit janë një shembull frymëzues i ndikimit që një mësues mund të ketë në jetën e nxënësve. Me dashurinë dhe përkushtimin e saj, ajo dëshmon se mësimdhënia është më shumë se një profesion, është një mision që formëson brezat e ardhshëm.